Shtoni një lugë nga ky përbërës në gotën e ujit. Rezultatet në pak kohë do ju befasojnë. Uji detoks nuk është e vetmja mënyrë për kalimin e kujdesit të trupit. Studimet tregojnë gjithashtu vërtet se trupi juaj mund të heqë qafe toksinat, të mbasë në peshë dhe të rrisë nivelin e energjisë, por ka edhe disa përbërës të tjerë efektiv për këto pije. Përveç limonit dhe xhinxherit që mund t'i gjeni lehtë në shtëpi, merrni 2 copa hudhre dhe i prisni në feta. I prisni për 10 minuta dhe më pas i përzjeni ato në 500 ml ujë. I lini të qëndrojnë për të paktën 2 orë. Bëni 2 feta moll, shtoni ato së bashku me 2 shkopin kanelle në një kane me ujë. Vendoseni në frigorifer 1 orë më pas e konsumoni. Prisni një kastravec në copa të vogla, shtoni akuj dhe ujë dhe më pas në energjik. Merrni përbërësit, gjysmë lugë gjedhe kokra piper të zi, një lugë xhinxher, lugë gjedhe mjalt, një limon dhe 2 gota ujë. I përzini bashk piperin, xhinxherin dhe mjaltin dhe realizoni një pije mjaft të mirë detoksi që mund ta konsumoni vazhdimisht në dietën tuaj.